Ka figura historike që harohen me kalimin e kohës, ka të tjera që zbehen, relativizohen ose mbeten thjesht kapitull librash, por Enver Hoxha nuk është njëri prej tyre. Edhe pse më shumë se 40 vite pas vdekjes së tij, ai vazhdon të jetë një nga figurat më të debatuara, më kontradiktore dhe më enigmatike të historisë shqiptare. Për disa, arkitekt i shtetit modern socialist, për të tjerë, simbol i izolimit ekstrem, i represionit brutal dhe i një makinerie frike që gllaboroi edhe bijtë e vet. Paradoksi i madh qëndron këtu. Një njeri i formuar në liceun francez, i kulturuar, njohës i disa gjuhëve të huaja, lexuesi pa ndërprerje i letërsisë europiane, ngriti një nga diktaturat më të ashpra në Europën lindore. Regjimi i tij la pas një bilanc tronditës, 6.027 ekzekutuar për arsye politike, 17.650 të burgosur, mbi 20.000 të internuar. Janë vrarë 10 ministra, janë ekzekutuar, burgosur dhe internuar 20 general të ushtrisë shqiptare. Nga themelimi i Partisë Komuniste në vitin 1941 deri në vitin 1985, 41 drejtues të saj u eliminuan. Një regjim që hëngri strukturat e veta. Më poshtë, 50 fakte nga jeta e Enver Hoxhës, nga lindja, studimet, pushteti, prishjet me aleatët, eliminimet e brendshme, deri te pasionet, frikrat, sëmundjet dhe fundi i tij. Enver Hoxha lindi më 16 tetor 1908 në Gjirokastër. Kishte një vëlla dhe 2 motra. Jetoi 76 vjet. 5 muaj e 26 ditë dhe vdiq më 11 prill 1985. Sipas raportit mjekësor, vdiq nga një atak kardiak. Kishte rënë në koma më 9 prill dhe pas 2 ditësh organet jetësore pushuan së funksionuari. Familja e tij ishte pronare tokash në Gjirokastër dhe Dropull. Ishin të besimit islam, sektit Bektashi. Në vitin 1930 përfundoi liceun francez të Korçës me rezultate të larta dhe reputacion për sjellje të shkëlqyer. Në vitin 1931 mori bursë nga qeveria e Ahmet Zogut për studime në Francë. Nuk i përfundoi. Në Francë botoi artikuj me pseudonim Lulo Malesori, ku kritikonte regjimin zogist. Jetoi për rreth 5 vite në Francë dhe Belgjik. Në Bruksel punoi si sekretar privat i konsullit shqiptar, por u shkarkua për veprimtari antizogiste. Në vitin 1939 u pushua nga puna pasi refuzoi të regjistrohej në Partinë Fashiste. Më 8 nëntor 1941 mori pjesë në themelimin e Partisë Komuniste Shqiptare. Në 1942 u dënua me vdekje në mungesë nga gjykata fashiste. Po atë vit u themelua Zëri i Popullit, organ i Partisë Komuniste të Shqipërisë. Nga 7 antarët e Komitetit Qendror të përkohshëm të vitit 1941, vetëm ai mbeti gjallë pas çlirimit. Ardhja e tij në krye të partisë mbetet një mister. Shumë historian përmendin rolin e Miladin Popović dhe Dušan Mugoshës në ngritjen e tij. Vrasja e Qemal Stafës mbetet një episodi errët me shumë pikpyetje. Mbledhja e Mukjes në gusht 1943 u dënua plejtësit të radhëti. Ymer Dishnica dhe Mustafa Gjinishi u ndëshkuan në rënd. Në prill 1944 në Helmës, një oficer gjerman i kapu rob rrezikoi seriozisht jetën e tij. Në mars 1943 u zgjodh sekretari i partisë. Në tetor 1944 u vendos në krye të qeverisë së përkohshme. Në maj të vitit 1944 u emërua komandant i shtabit suprem. U martua me Nexhmije Xhuglinin më 1 janar 1945 dhe patën 3 fëmijë. Në vitin 1946 ndërpreu marrëdhëniet me SBA-n dhe Britaninë pas incidentit të kanalit të Korfuzit. Vizita e parë jashtë vendit ishte në Jugosllavi në vitin 1946 ku takoi Titon. Debati mbi Kosovën mbetet i hapur.
Mbajti postet e ministrit të mbrojtjes, ministrit të jashtëm dhe kryeministrit. Pas luftës krijoi gjykatën speciale. U ekzekutua edhe punati i tij Bahri Omari. Mori pjesë në konferencën e paqes në Paris 1946 dhe u takua 5 herë me Stalinin. Takoi Hrushovi në vitin 1954. Hrushovi vizitoi Shqipërinë në vitin 1959. Hoxha vizitoi Kinën në vitin 1956 dhe u takua me Mao Tse-dunin. Udhëtimi i fundit jashtë vendit ishte në vitin 1960. Pas prishjes me Moskën u përfol për plane eliminimi ndaj tij. Shqipëria u largua nga Traktati i Varshavës, vendi i parë që e bëri këtë. Gjatë regjimit të Enver Hoxhës në vitet 1945-1946 u zbatua reforma agrare. Ajo shpërndau tokat për fshatarësinë, por njëkohësisht shpronësoi me dhunë pronarët e mëdhenj. Më pas nisi kolektivizmi i plot, prona private u zhduk. Fshatrat u kthyen në kooperativa bujqësore dhe ndërmarrjet e vogla private u shtetëzuan. Ekonomia kaloi nën kontroll të plot shtetëror. Më 27 dhjetor 1967, Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti vetëm ateist në botë. U ndalua praktikimi i fesë dhe u shkatruan rreth 2200 kisha e xhami. Klerikët u burgosën, u internuan ose u pushkatuan. Ishte një ndër fushatat më radikale kundër fesë në historinë moderne. Nga krijimi i qeverisë së pas luftës deri në vitin 1981, të gjithë ministrat e brendshëm, Koçi Xoxe, Kadri Hazbiu, Mehmet Sheu dhe Feçor Sheu, përfunduan të akuzuar si agent të huaj. Ironikisht, njerëzit që drejtonin aparatin e frikës u bën viktima të tij. Shefi i truprojave, Sulo Gradeci, mbeti një nga njerëzit më besnik për afro 30 vite. Gjatë periudhës së tij si drejtues i Partisë së Punës, Enver Hoxha pati vetëm 2 aksidente të vogla me makinë pa pasoja serioze. Janë përfolur tentativa për atentate, por zyrtarisht nuk njihet asnjë atentat i realizuar kundër tij nga viti 1944 deri në vdekjen e tij. Sëmundja e tij u mbajtë e fshehtë për vite. Ai pësoi 2 hemoragji cerebrale në vitin 1983 dhe 1984. Kishte diabet të rënd, humbi pothuajse plotësisht shikimin dhe 2 ditë para vdekjes kaloi infarkt. Dobësimi fizik nuk e zbuti kontrollin e tij mbi pushtetin, i cili ruhej me fanatizëm nga rrethi i ngushtë. Plot 40 vite jetoi në zonën e ish bllokut në Tiranë. U vendos aty në vitin 1945. Kishte vila pushimi në disa qytete, por preferonte Driloni në Pogradec dhe Vlorën. Udhëtoi rrallë me avion. Fluturimet kryesore ishin drejt Moskës dhe Pekinit. Brenda vendit përdori helikopter vetëm disa herë. Izolimi i Shqipërisë reflektohej edhe në lëvizjet e tij. Çdo mëngjes lexonte të gjitha gazetat e vendit, përfshirë ato lokale. Lexonte edhe shtypin ndërkombëtar. Është dokumentuar se përdorte sozi gjatë lëvizjeve në qytete. Thuhet se kishte 4 sozi për arsye sigurie. Në çdo udhëtim mobilizoi garda, sigurinë udhëheqjes dhe strukturat lokale. Sozit Halim Zano, Axhem Abazi, Kadri Bregu dhe Qazim Malaj, sipas dëshmive qëndronin kryesisht brenda automjetit të veshur me rrobat e tij. Zyrtarisht kjo nuk është pranuar kurrë. Pavarësisht rolit të tyre, portretet e sozive nuk figurojnë në fotografitë publike. Identiteti i tyre mbeti pjesë e mistereve të regjimit. Gjatë sundimit të tij u dënuan 29 ministra, zëvendës ministra dhe drejtues partie. Janë vrarë 9 ministra dhe një kryeministër. Vdekja e Mehmet Sheut u shpall vetvrasje, por la shumë dyshime. 22 general u ekzekutuan ose u dënuan. 6027 persona u ekzekutuan për arsye politike. 17650 u burgosën. 1065 persona vdiqën në burgjet komuniste. Enver Hoxha fliste rrjedh shumë frëngjisht dhe njihte italishten, serbo-kroatishten, rusishten dhe anglishten. Përqente Molierin, Goethen dhe Byronin. Zotronte rreth 45.000 libra. Shumica ishin enciklopedi,
albume dhe botime në frëngjisht. Pas viteve 90, një pjesë e madhe e bibliotekës u shpërbë. Sipas studiuesve, porosiste libra jo vetëm për marksizëm-leninizmin, por edhe për papët, shenjtorët katolik, madje edhe për vampirët. Pasion kishte gjuetin, por nuk shquhej si gjaktari i Zotit. Sipas Nexhmie Hoxhës, ai urrente borxhet dhe e konsideronte borxhin si skllavëri. Propozimi për martesë me Nexhmie ndodhi në qershor të vitit 1942. Ai ishte i drejtë për drejtë dhe pa romantizëm klasik. Ajo fillimisht refuzoi të martohej gjatë luftës, por më pas pranoi. Në biografinë e tij, Blendi Fevziu e përshkruan si paranojak. Pati pare pendese që eliminoi bashkëpunëtorët e vet. Në fund të jetës mbeti i izoluar edhe brenda rrethit të tij. Infarktin e parë Enver Hoxha e pësoi në vitin 1972. U rikuperua pjesërisht deri në vitin 1974. U varos në varrezat e dëshmorëve të kombit. Në maj të vitit 1992 u zhvaros dhe u rivaros në Sharë. OKB mbajti 1 minutë heshtje në prill të vitit 1985 për vdekjen e tij. E kishte lënë amanet të mos balsamosej si Lenini. Gjatë homazheve ju përgatit maskë mortore. Gjatë luftës përdori pseudonime si Tarafsi, Hasani, Saliu, Malo, Valbona dhe Shpati. Dy të fundit u bën emra të miqve. Është përfshirë në enciklopedinë botërore të vitit 2005. Historiani Bernd Fischer e ka cilësuar si shqiptarin më me ndikim të shekullit 20. Enver Hoxha mbetet figura që ndan historinë shqiptare në dy epoka të forta, para dhe pas tij. Një njeri që ndërtoi një sistem të hekurt, që izoloi vendin për dekada, që eliminoi kundërshtarët dhe aleatët, por që njëkohësisht la pas një trashëgimi të thellë politike, sociale dhe psikologjike. Misteret rreth tij vazhdojnë, debatet nuk shuhen dhe historia e tij mbetet një nga kapitujt më të errët dhe më të diskutuar të Shqipërisë moderne.